Do të lidhem tani me kolegun Xhemal Rexha, i cili po ndjek nga afër punimet e këtij samiti për të mësuar diçka më shumë, çfarë po ndodh aty brenda në ambiente që ne nuk arrim të shohim dot përmes këtij transmetimi. Xhemal, përshëndetje. Çfarë pritet të ndodh ditën e sotme? Mirëmëngjes, Esmeralda. Po tashmë ka nisur, siç po e shohim bashkë, ardha e liderëve, një nga një, disa prej tyre do të kenë deklarata për shkak, jo të gjithë liderët do të flasin, disa prej tyre kanë vendosur, sëmos me gazetarët që kanë marrë me vete, le të themi, që të japin deklarata. E rëndësishme është në orën 9:55 është paraparë që të ketë një deklaratë të presidentit Trump. Dhe kjo nuk ishte në agjendë të cilën e kemi pasur tash e disa ditë për cilën na kanë thënë këtu, kjo është futur herët në mëngjes sot. Pra në orën 9:55 do të ketë një deklaratë të presidentit Trump bashkë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, pak para nisjes punimeve të samitit. Pra samiti nis në orën 10 zyrtarisht me një foto-op të gjithë liderëve, 32 liderëve të 32 shtete anëtare të NATO-s bashkë me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte, dhe pastaj nis pjesa e punimeve e cila nuk do të zgjasë më shumë se 3 orë. Sipas agjendës Esmeralda, në orën 13:45 minuta do të përfundojë gjithçka me një deklaratë, një konferencë shtypje në fakt të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, i cili do ta njoftojë opinionin publik, pra se për çfarë janë dakorduar liderët e shteteve të NATO-s brenda takimit që natyrisht do të pahet me dyert të mbyllura, do të ketë fotografi, do të ketë video, por do të jetë një diskutim i natyrisht gjendjes së sigurisë aktuale në botë me konfliktin Izrael-Iran që duket të ketë pushtuar përfundimisht pas insistimit për këtë të presidentit Trump, por edhe me krizat e tjera duke përfshirë natyrisht atë në Ukrainë. Presidenti Zelenski i Ukrainës vazhdon të jetë këtu, do të ketë të vazhdon një deklaratë të më vonë në mbyllje të samitit me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte. Zoti Zelenski ka marrë pjesë edhe në darkën që ka shëruar mbreti i Holandës për liderët e 32 shtete anëtare të NATO-s dhe ka bërë fotografi me gjithë ata. Presidenti Trump, kujton edhe një herë, ka mbritur vonë, ai është bashkuar darkës më vonë për shkak natyrisht udhëtimit të tij për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e ka kaluar mbrëmjen në pallatin mbretëror, një prej lokacioneve ku mbreti Holandës pra ka pronat, duke ndruar planin për shkuarit në një hotel me një fush golfi afër, ka konsideruar se do të rri aty, por më një herë shkon Esmeralda po sa të përfundoj samiti në orët e pasdites. Presidenti Trump pritet më një herë të kthehet në Amerikë as 24 orë, nuk do t'i kalojë në Holland. E kuptoj. Një takim i mundshëm me presidentin Zelenski, ka ndonjë agjendë të presidentit Trump? Ai la të hapur mundësinë, por ka ndonjë gjë të konfirmuar?